Zbulohet më në fund receta që trajton dhimbjet e kurrizit, gjunjëve dhe këmbëve. Receta natyrale që do t'ju paraqesim është efektive në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe gjymtyrëve. Përbërësit që do t'ju duhen janë 150 gram gelatin, 500 ml ujë i ftohtë. Hidheni gelatinën në 500 ml ujë të ftohtë dhe përzijeni mirë. Mbulojeni gotën dhe mbajini në frigorifer gjatë gjithë natës. Gelatinën gjatë kësaj kohe do të formohet në një pelte. Pijeni këtë ilaç të nesërme në mëngjes me stomakun bosh. Kësaj përzierje mund t'i shtoni edhe një lugë mjaltë për ta rregulluar shijen. Kjo metodë redukton dhimbjet në 7 ditë. Ky trajtim duhet të zgjasë për 1 muaj dhe më pas mundet që të ripërsëritet pas 6 muajsh. Provojeni dhe rezultati nuk do ju zhgënjejë.